Për të bërë një laborator interesant, do marrim një shembull sot, Shkëlqim Bajrami, nga një shkollë e Bukovicit. Ai do na flas për mënyrën se si i ka marrë disa mjete, si ka gjetur, si ka krijuar, si ka kërkuar në fakt fonde, me një fjalë si e ka kompletuar të gjitha ato hapësirë që duket magjike, edhe duket një kabinet shumë i këndshëm për nxënësit dhe as pak një lëndë bezdisshme biologjia. Shumica e arsimtarëve të biologjisë mbas është koha ta mendojnë, dhe jo vetëm biologjisë, po flas këtu për të fizikës, për të kimisë, të cilat lëndë nuk mund të bëjnë pa laboratore, pa eksperimente, pa parë gjërat që i mësojnë në libra, sepse fëmijët mësojnë pakës më shumë nga gjërat praktike, kur ti një lëndë bën shumë praktike. Shkëlqim Bajrami, siç e thamë, është një rekomandim i miqve për pasi vetë është modest dhe nuk ka dashur fare ta vërë teksin të puna që ka bërë, të ambienti i mrekullueshëm që e ka marrë për detyrim ta bëj për nxënësit e tij që ka. Edhe pse i ri në moshë, ne urojmë që entuziazmi i tij mos t'i ndalet kurrë. Do t'i dëshirojmë fillimisht mirëseardhje, Shkëlqim mirëseardhje. Unë prisja në fakt të ishe pakës më në moshë, jo kaq i ri. Mirëdita, ju falenderoj për ftesën dhe mirë se u gjeta njëkohësisht. Atëherë siç ju kanë sugjeruar edhe miqtë e përbashkët që kemi, jam Shkëlqim Bajrami. Aktivitetin tim profesional e realizoj në shkollën fillore Emin Duraku në fshatin Bukovic, po meqense se kjo shkollë përbëhet edhe nga 3 shkolla tjera periferike, atë të fshatit Raovic, Çajlan dhe Arnaqi, kështu që aktivitetin tim profesional e realizoj edhe në fshatin Bukovic edhe në fshatin Çajlan. Në të dyja vendet ke laborator? Në Bukovic realisht këtë vit, vetëm se e kam përpilu pjesën e laboratorit, por mjetët janë siguruar nga Ministria e Arsimit, me qenë se u sollën mjetët si rezultati i reformave që ndodhen në arsim, po për fat keq, një buxhet i tillë, një sasi e tillë e mjetëve nuk u parapa edhe për shkollat tjera që të sillen. Po mjaftojnë për ta bërë një kabinet? Në kuptim të fjalës. Do me thënë, përmendet që keni pas ndihmë nga Ministria? Sigurisht. Ato ishin të mjetet të para-para. Mjete ishin mjete materiale apo? Mjete materiale, do të thotë modelet organeve, eproveta dhe gjithçka që i takojnë. So mendova për para mos ishte fjala që ju kanë dhënë dhe keni. Jo, nuk bëhet fjalë për mjete monetare, po bëhet fjalë për materiale të cilat e kompletojnë një laborator, siç i ka hije një shkolle. Regjia, ne kemi disa fotografi dhe disa video incizime për t'i shfaqur dhe për të parë pak a shumë se si duket kabineti i biologjisë në një shkollë të Bukovicit. Nga fillimi e dua të ma thuash si e mendove, nga i gjetë lidhjet? Okej, atëherës, e gjithë puna, ideja ka filluar në pranverë të vitit 2023. Por realisht, si ide e tërthort, ka filluar 2 vite më parë, në vitin 2021. Me qenë se fillimet të punës time, do me thonë unë u punësova në fund të vitit 2019, edhe e veçanta ishte se s'pak muajsh filloi periudha e koronës, kështu që procesi edukativ arsimor nga me prezencë fizike kaloi në mënyrë online, kështu që 2 vitet e para të punës për mua ishin si farloj ëndre realisht. Pastaj një shkëndër. Po, kur u kthyem me prezencë fizike në vitin 2021, sigurisht që do të vazhdoj procesi edukativ arsimor me prezencë fizike dhe normalisht kur ndeshësh ballë për ballë me kushtet që ke, ti sheh mangësitë dhe nevoja që i kërkohen procesit edukativ arsimor që të zhvillohet në suaza të themi normale ose të kemi kushte optimale për zhvillimin e landës. Kështu që pikërisht në atë periudhë duhet të ceki që kolegja që ligjëron biologji në fshatin Bukovic shkojnë në pushim mjekësor, kurse shkolla e Bukovicit vetëm se gëzonte modelin e skeletit të njeriu dhe një model të trupit torso, ku shihen edhe organet. Vetëm këto 2 gjëra e kishte. Vetëm këto 2 gjëra. Ndërsa zëvendësimi që erdhi për kolegen në fjalë, nuk është se i shfrytëzonte këto modelet, kështu që unë shfrytëzova këtë boshllëk, duke bërë një kërkesë deri te drejtoria, ti huazoja të paktën për një vit shkollor që të shfrytëzoja dhe të nxjerrin një mësimdhënie më cilësore për fëmijët. Sigurisht që ato u përgjigjen pozitivisht dhe mjetët u huazuan
dhe rezultoi gjithçka me sukses. Nxënësit i mirëpritën, u ngrit cilësia e të nxënërit të mësimit dhe gjithçka vijoi me sukses. Pastaj një vit më prapa, kur i kthehemi vitit shkollor, më duhet të theksoj që në fund të vitit, duke parë që gjithçka rezultoi me sukses dhe se mjetet po japin rezultatin që neve realisht presim, neve mësimdhënësit, bëra një kërkesë deri tek drejtoria e shkollës për sigurimin e mjeteve mësimore që të sigurohen edhe për në shkollën e Çajlanës. Përgjigje nuk pat, realisht nuk e di çfarë ndodhi, cilët ishin arsyet, po nuk patëm sukses. Në shtator të vitit 2022, kur fillojmë vetëm me vitin shkollor, shoh që nuk ka përgjigje dhe lindi përsëri nevoja që të bëj edhe një kërkesë. Dhe më thënë një këmbgulës si Po jam kështu insistues, kam një shpirt rebelit, i themi kështu në mënyrë simbolike, sepse nuk jam asnjëherë i kënaqur me kushte që kam pretendoj gjithmonë në gjëra edhe më të mira. Kështu që e pashtarësishme që të përsëris kërkesën për mjete, po kësaj radhe jo vetëm të drejtohet deri tek drejtoria, po edhe në një organizat humanitare, jo qeveritare, sepse mora informacione që kjo organizat në një shkollë të caktuar kishte siguruar, kishte ndërtuar një klasë, kishin sjell mjete pune, kështu që thash pse jo, nëse bëj një gjë të tillë, pse jo dhe të mos përfitoj edhe shkolla jon nga këto organizime apo investime që po bëhen. Në ndërkohë në vitin 2022, kolegja që më herët ishte në pushim lindor e kthehet dhe mua më duheshte që ti kthej mjetet në vendin e tyre dhe vazhdoj me procesin edukativ arsimor, por që vërej që nuk është pothuajse i njëjti rezultat. Ka rënje. Pse? Sepse biologjia, siç e përmendet edhe vetë më parë, nuk është një lëndë e thatë. Duhet ta them kështu kushtimisht, sikur gjuha shqipe, për shembull që të mjafton një libër apo një roman, biologjia kërkon edhe aspektin praktik. Kështu që pas kërkesave që bëra, viti shkollor vazhdoi tutje. Në pranverë të vitit 2023, ishim vetë se drejt fundit të vitit shkollor, shkoj në spital rastisht për të bërë disa kontrolla personale dhe rastisëm me një mjeke dhe futëm bisedojmë. Në ndodhi ashtu në rastisi një dialog shumë i vogël dhe më pyetin lidhje me profesionin. Kur i tregova që jam arsimtar i landës së biologjisë, edhe filloi të qeshëm, tha, po nxënësit e duan apo tu urejnë edhe ty edhe lëndën? Jo, thash përkundrazi. Nxënësit e duan edhe lëndën, po edhe mua ndaj meje ndjej një farë lloj simpatie. Edhe më pyetën lidhje me kushtet, me mjetet, nëse gëzojmë apo jo kushte optimale për zhvillimin e lëndës dhe për hir të sinqeritetit, mundesh të them që për fat keq nuk gëzojmë. Dhe ishte një moment shumë i bukur kur mjekesha më tha që kur të vish të marrësh rezultatet, rirat, unë do të përgatis disa mjete laboratorike që ti kesh dhurat nga ana ime. Kush është mjeke? Mjeke, për hir të sinqeritetit, nuk ja di emrin, sepse ishte çështja e rastit, edhe nuk mu ka dhënë asnjëherë edhe mundësia që kështu në momente publike ta falemnderoj, por sido që tjetë, besoj që Zoti veprën e saj e ka regjistruar, sepse ishte pikërisht ajo e cila e ndezi atë shkëndin e zjarrit brenda meje, dhe lindi ideja për krijimin e një hapësire. Minjëherës më kujtoha që në objektin e shkollës kishim në katin e dytë një hapësirë, e cila ishte realisht e përshtatshme për një kabinet, por në ato kohë shfrytëzoheshte si depo. E mbushur plot me libra të vjetra. Po flasim për këtë hapësirën që e shohim tani ku i keni. Po pikërisht. Kjo ka qenë një depo, domethënë. Kjo ka qenë një depo e mbushur. E keni filluar nga zeroja kabinetin. Kështu mund të them, për moment ajo depo ka qenë pikërisht sikur ai emisioni Lot dhe Gëzim. Domethënë e mbushur me mbetje, me libra, punime të vjetra dhe gjithçka. Kush ndihmoi për të hequr krejt ato? U aktivizuan nxënësit. Për hir të sinqeritetit nxënësit u aktivizuan, më dhan krahun e ndihmës. Në ndërkohë, në aspektin e ndihmës, më dhan edhe përgjegjësi i shkollës në Çajlan, po edhe drejtoria vazhdimisht, domethënë në aspektin emocional, po më përkrahen. Dhe në ndërkohë kërkova nga drejtoria që të më siguroheshte një lavaman edhe një tavolinë pune, sepse vetëm se i kisha 3 tavolina. Kështu që, meqense ishim edhe në fund të vitit shkollor, nuk është se u vëndu shumë theks te kjo çështje, sepse në fund vitit shkollor ne dim që aktivizohen garat e editorisë, garat sportive, dhe si të themelan pak si çështje sekondare. Por në shtator të vitit 2023, nëse nuk gabohem, drejtoria, siç premtoi, mi solli lavamanin, tavolinën e punës, unë i kisha vetëm se 4 tavolinat, por
problematika që u hasë me njëherë ishin kariget, ulset në të cilat nxënësit duhet që të ulen dhe zhvillohet ora mësimore. Realisht ishte një breng se çfarë do bëjmë, sepse shkolla nuk gëzonte një sasi të madhe të karigeve që të mund të pasiguronte. Me njëherë lindi ideja, sepse në momentin kur dashuria dhe vullneti është më e madhe se gjithçka tjetër, gjithçka arrihet. Lindi ideja që të merren nga depot kariget e dëmtuara, të riparohen dhe të sjellen përsëri në jetë dhe në shërbim për nxënësit, dhe një gjë të tillë e bëjmë. Leoni që publikisht ta falenderoj një kushëri i cili është metalopunues, quhet Mirsat, edhe ai punoi ditë deri jashtazi, duke bërë të pamundurën të mundur, po e rregulloi karigat dhe më 1 nëntor të vitit 2023 unë vetë se fillova më punën me 21 karike të riparuara, 4 tavolina pune. Në ndërkohë, përgjatë periudhës ku bëja përgatitja, nga shërbimi teknik që kemi në shkollë, më bënën me dije që tek objekti i vjetër ku ka qenë shkolla e Çajlanës, kanë lënë disa dollape të cilët nuk i kanë sjellë te objekti i ri. Edhe unë thash, po hajde të shkojmë t'i shohim se si qëndron situata. Kur shkojmë atje i pam që gjendja atyre nuk ishte realisht e volitshme, por ju thash edhe më herët, jo Mirsati, në këtë rast u futa vetë, i përvesha krahët edhe po, u futa vetë punës, meqense gëzoj një farë lloj kreativiteti, makinat në duar, përgjithësi gjithmonë më rinte për krah, i shkurtuam, i morëm gjirosëm dhe i kthyem përsëri në jetë. Domethënë ti fëmijëve u ke mësuar edhe riciklimin me këtë rast, që gjithçka mund të ripërdoret apo? Po, gjithçka mund të vihet në funksion, mjafton të ketë dëshirë edhe vullnet për punë. Edhe të dish se si ta bësh patjetër. Po, pikërisht. Kështu që më 1 nëntor vetë kur filluam me punën, gëzonim edhe 2 dollapet në cilën planifikoheshte për radhitjen e mjeteve, siç e përmenda më herët, edhe 21 karike dhe 4 tavolina pune. Puna filloi dale nga dalë, po vërej që nxënësit kishin një emocion të veçantë, një dëshirë të veçantë, hajde tash do shkojmë tek kabineti dhe do të mësojmë biologji edhe lëndën e kimisë. Kështu që ajo më bënte të ndjej një emocion të veçantë. Madje përgjatë asaj periudhe ishte një moment shumë i bukur ku nxënësit mësoni për sistemi kardiovaskular, shihet edhe në pamje atje, që nxënësit vinë me një hamer të mbledhur, në thonë arsimtar të kemi bërë një surprizë, unë nuk e disha çfarë ka ndodhur. Hapën hamerin dhe më prezantojnë punën e tyre shkëlqyre nga duart e tyre të arta që kishin përgatitur sistemi kardiovaskular, ndërtimin e zemrës, enët, dhe shkruan, kishte informacione mbi gjakun, dhe fal këtyre 2 punimeve të para, neve filluam që t'i zbukuronim murret e klasës. Me projekte, me hamera. Me projektet e nxënësve, pikërisht. Por jo që u kisha kërkuar unë. Sepse unë zakonisht mbaj si princip që nxënësit të jenë të fokusuar tek mësimi. Se për këtë artit figurative ato vetë se e kanë si lëndë të veçantë. Do me thënë, mos humbim kohë duke vizatuar në lëndën e biologjisë. Prioritet për mua është që mësohet mësimi, të dihet qëllimi i asaj që kemi mësuar. Në ndërkohë, vazhdova me aktivitete duke siguruar postere, ditë e natë zbrit fotografi të bukura që lidheshin me njësit mësimore, zbrit nga interneti, përpunon në gjuhën shqipe, printo ato, plastifiko dhe ngjit në përmure. Në ndërkohë, duhet të ceki që me vetë financa porositat 3 mjetet e para, 3 modelet e para të organeve dhe sigurova tabelën e parë. Tabelën e bardhë me të cilën do të shkruajmë edhe do të vizatojmë mësimet dhe do të zhvillojmë procesin edukativ arsimor. Kjo nuk zgjati shumë, diku 1 muaj dhe filloi me njëherë tek të alarmohet në mesin e kolektivit, shoqërisë, brenda familjes, kështu që me njëherë hasa edhe nga ana e rrethit një mbështetje, po në këtë rast jo mbështetje emocionale, mbështetje edhe financiare. Po, ato u organizuan, kështu që siguruan kolektivi miqët dashamirë të arsimit, siguruan një buxhet me të cilët neve për një ditë porositëm dhe siguruam 11 modele që do t'i shërbenin procesit edukativ arsimor. Dhe kjo realisht ishte një nxitje shumë e madhe dhe një të kohë edhe një arritje. Nga ana e drejtorisë, duhet ta falenderoj publikisht drejtorin i cili asnjëherë nuk e ka anashkaluar për krahje ndaj meje, siguroi edhe 3 modele të organeve në vazhdim, disa lloje të materialeve që na duheshin, edhe kështu vazhdonte procesi edukativ arsimor. Dhe çdo ditë më shumë duke u pasuruar kabineti me enë laboratorike, me mjete e kështu me radhë, duhet të theksoj që nga shtatori
i vitit kaluar e deri në 10 ne pranohem si donacione dhe tashmë 25 karike, po tashmë të reja të ardhura pikërisht nga fabrikat, të prodhuar enkas për nxënësit, edhe 5 modele të reja të organeve, madje disa organe nuk i gëzojnë as edhe laboratore që kanë ndërtuar Ministria e Arsimit, do me thënë këto janë modele të veçanta, modele speciale. Ministria e Arsimit mund vjet të marrë një shembull se si duhet. E të them kështu, atëherë zi vjet të dalë jashtë modestit, ngele gjithçka që të shihet. Edhe njëtën kohë një kushëri që kam nga Zvicra, falti neve sot gëzojmë edhe mikroskopin. Ua ka bërë dhuratë, po jo? Kemi kush është kushëriri emri? Është djali i Hallës, Elfat quhet. Elfat. Sepse për mua këta janë njerëz shumë të rëndësishëm, me që i kontribuojnë në arsimit në përgjithësi dhe brezave që vinë. Ato shohin shembujt e ju, dhe kjo më gëzon. Jo për faktin që kanë një kabinet, po që shohin se si e ndërtojnë disa njerëz me shumë entuziazëm, dashuri dhe përkushtim, edhe si që është rasti yt në fjalë, që ti kontribuan shpirtërisht në këtë punë, jo vetëm... Realisht, se më lejot unë këta personat cilat në ka dhënë qoftë mbështetje financiare ose qoftë mbështetje morale, do t'i kisha quajtur si herojnë të kohës, sepse duke u bazuar në thënien që thot, nëse do të mbjellësh diçka për një vit, mbjell misër dhe gru, kurse nëse do të mbjellësh diçka për shumë vite, mbjell arsim dhe kulturë. Dy shtyllët kryesore të një shoqërie janë arsimi dhe shëndetësia, kështu që po që se nuk i kemi këto, gjithçka bie në ujë. Ne kemi prej këtyre, po nuk kemi arsimtar që kanë entuziazmin tënd, Shkëlqim, shumë të rrallë. Pikërisht, këtu doja edhe të ndërlidhesha, ishte fjala jote, sikur që e përmendë në fillim të misionit, që nuk do të kisha dashur asnjëherë për interesa personale të prononcohen para kamerave, sepse i gjithë aktiviteti im bazohet në atë të punoj për Zot dhe të punoj për interesat e fëmijëve, sepse mbi të gjitha në fund të muajit gjithë secili nga nesh merr edhe një pagë, qoftë solide ti themi, por që do me thënë ju ma thatë një fjalë kur biseduam në telefon, më thatë Shkëlqim, kjo është një histori suksesi dhe ti mund t'jesh frymëzim për arsimtarët tjerë dhe ishte pikërisht kjo fjali e cila më bindi mua dhe të marrë guximin sot vinë studia dhe jemi bashkë me juve. Po, dhe kjo më intereson faktikisht, të shohin të tjerët se nëse s'ke një kabinet mund t'a bësh vetë. Mund t'a bësh realisht. Se ne gjithmonë presim nga institucionet përkatëse të marrim diçka. Jo gjithmonë vinë gjërat duke pritur prej... Realisht kështu, kalate mëdha janë të ndërtuar nga guralecët e vegjël. Edhe punët e mëdha janë ndërtuar nga njerëzit e vegjël, por që kanë pas zemrën e madhe. Unë besoj gjithë secili, sidomos ne shqiptarët jemi shumë ikpritës, jemi bujar, kemi një zemër shumë të madhe, por na mungon ajo shkëndija e vogël, ajo nxitja e vogël sa të marrim hapin. Për ta pas këtë nxitje, besoj se duhet jesh familje arsimdashëse në përgjithësi, apo jo? Ti vin nga një familje ku të gjithë merren thuajse me arsim. Na i përmend të gjithë personat që... Kështu, si fillim, kur vim në botë, Zoti nuk është se neve na pyet, se në që familje doni që t'ju sjelli. Unë nga Zoti jam i bekuar dhe jam shumë falemnderues, shumë mirënjohës, që rjedh nga një familje e tillë. Neve momentalisht, do me thënë deri tani, numrojmë diku 17 arsimtar, 17 antar të familjes të cilët ja kanë kushtuar jetën këtij profesioni, ca prej të cilëve, duke përfshirë edhe të ndjerin babain tim më që nuk është pjesë, nuk është më pjesë me neve, nuk është me neve. Është i ndjerë, po? Është i ndjerë, po. Atë humbëm para 4 viteve, po edhe ai ishte arsimtar. Dhe nxënësit e tirojnë, jetojnë në kujtimet e shumë zënësve. Po, si themi, nga gjenerat nga nxënësit e babait tim të ndjerë, është edhe motra ime 4, e cila edhe ajo njëkohësisht është arsimtare në fshatin e Bojanës, kështu që, si që përmend edhe vetë më parë, gëzojmë një klim shumë arsimdashëse në familje. Madje kur mblidhemi mbrëmjeve, kur futemi temave diskutimit, besoni që të neve... Cilën teme trajtoni më shpesh? Arsimi, problematikat, si të arrim më shumë sukses... Cilë është problemi më dominant që ju e keni në temat tuaja? Mos interesimi i prindërve ndaj fëmijëve. Mungesa e bashkëpunimit. Mungesa e bashkëpunimit. Tash digitalizimi e ka bërë të vetën, jeta është bërë shumë dinamike, kërkoj që prindrit me dojë mos të dy të jenë në punë, ose qoftë edhe vetëm njëri, po, si të themi, tash edhe liria e ka bërë të vetën, ku fëmijët më tash nuk i frikën arsimtarit, që nuk duhet i frikën realisht, po të gëzoj një farë lloj respekti, po mbi gjitha duhet kena të përkujdesin nga prindrit, që për fat keq kohës fundit ka rënje, edhe reflekton. Është e vërtetë, në gjithmonë e themi, nga që temat e arsimit kemi shumë prezente në
në emisionet tona, sidomos këtu në ftesë në studio, por realiteti është ky, ndoshta mund të ftojmë edhe për pak bashkëpunim, po mund të ftojmë edhe për të... A duhen ende mjete për këtë kabinetin? Realisht, nëse bëjmë një krahasim se si ishim edhe si jemi, kemi arritur shumë. Po se si jemi tash dhe ku pretendoj une që të arrim, jemi pak. Kështu që... Kush do të kontribuoj? Po, cili do prej nesh, sepse neve shqiptarët edhe kemi një vesë. Kontribuojmë në gjana që realisht nuk e di si ta themi. Do me thonë... Nuk janë shumë dobi prurëse. Nuk janë dobi prurëse, nuk janë profitabile. Nëse doni të bëni një vepër, për cilën juve edhe do shpërbleni edhe pas vdekjes juaj, unë besoj është investimi në arsim. Nuk do të presim gjithçka prej Ministrisë së Arsimit, sepse neve jemi koshient dhe shohim se sa për kushtim, sa i rëndësishëm është arsimi për momentin tek neve. Aq i rëndësishëm sa s'kemi libra. Do me thënë, nuk duhet të diskutoj më shumë, jo rastisht ka ardhur në shprehje aktiviteti im, që jo vetëm unë jam aktiv dhe jap kontribut në këtë lëmi, ka me mira i qindra arsimtar. Kështu që urojmë të kemi më shumë nxitje. Apo ndoshta edhe miqtë e përbashkët që ka ardhur deri në këtë pikë që të jem tashmë prezent këtu në këtë studio. Besoj që mund të shkruajnë dhe arsimtarët tjerë që duan të bëjnë një kabinet nga t'ja fillojnë, të bësh një lloj mentori i të gjithë arsimtarëve që duan të bëjnë një kabinet. Pse jo? Pse jo, mund japim këshilla, po e rëndësishme është që gjithçka si fillim të burojnë nga zemra, sepse gjëra që bëhen nga zemra, besoni gjithmonë rezultojnë në sukses. Shkëlqim, përveç regjia, nëse mundet edhe një herë të sjellim videofilmimet që kishim, përveç se ju keni mësuar, keni të gjitha ato organet të cilat i mësonin në biologji, insektet, këto aparaturat, syri më duket është ky? Po, është modeli i syrit në tash moment. Ju keni mësuar diçka që më bëri shumë përshtypje, fermentimin, dhe aty keni... Neve realisht e kemi proces të plan programit, sepse neve mësojmë për aktivitetin e mikroorganizmave, dhe neve realisht nëse qumshti kalon në një fazë tjetër ku shndrohet në kost, në jogurt, siç e quajmë neve, ose në djath, është realisht procesi i mikroorganizmave. Janë ato bakteriet acidolaktike të cilat ushqejnë me sheqerin e qumshtit dhe shndrojnë në thartirë dhe pastaj ndihmojnë në fermentimin e qumshtit dhe në krijimin e produkteve qumshtore. Që sa i thjesht është mësimi, domethënë. Është shumë e thjeshtë. Ndërsa kur e dëgjon vetëm si fjalë kështu duket për çka po flasun. Jo, po flas për një proces që qumshtin e kalon në gjis, në djath. Po edhe këtë gjë e bëjnë mikroorganizmat në fakt dhe mund të shihet pastër edhe në videot që prezantohen nga ana e regjisë. Jo se i kisha ato kushte, po do të shihni bukur mirë aty duket pastër që ka marrë një tenxhere nga shtëpia, ka marrë një pëlhur të hollë, një shami të hollë të nënës time, edhe me kushte elementare, po që e rëndësishme është neve e kemi realizu. Si që përmenda më herët, nëse ekziston vullneti dhe dëshira për punë gjithë, s'ka barierë që mund të ndaloj. Pastaj kemi bë procesin e krijimit të turshive. Edhe zbukurimet plus? Aty kemi pjesë... që ke zbukuruar dhe vetë, po, është një pjesë poshtë drasës së bardhë, si që i themi drasë, tabelës së bardhë. Ajo pjesa poshtë murit ka qenë e ndotur, si që përmenda më herët ka qenë edhe depo. Edhe keni ly vetë, që të mos angazhojmë tashmë personelin teknik të shkollës, pasi që kemi fillu punën, të marrin, të lyhen, të pastrojnë, me që edhe arti figurativ më shkon për dore, pse jo thash, ajde të ta zbukuroj, e mora iniciativën, e pikturova murin dhe besoj që ka ardhur një pamje shumë e bukur, një vepër që përsa kohë do ta shfrytëzojmë atë kabinet, ajo do të ngele vetë se e pavdekshme. Ju lumshin duart, faleminderit shumë që ishe me ne Shkëlqim dhe që na dhe një shembull frymëzimi sot. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua. Uroj që kjo histori të jetë frymëzim edhe për tjerët. Uroj që sot tutje neve do të jemi ata të cilët do të përkushtohemi arsimit, sepse duke pasur një shoqëri, një rini të ngritur, të ditur, të shëndosh, do të kemi një të ardhme të ndritur e të ngritur. Patjetër, faleminderit shumë.